Këshillat të Omerit radiallahu anhu. Pash të gjithë miqt dhe nuk pash mik më të mirë se sa ruajtja e gjuhës. Pash të gjitha veshjet dhe nuk pash veshje më të mirë se sa devotshmëria, pra takvalloku. Pash të gjithë pasurit dhe nuk pash pasuri më të çmuar se sa vetë mjaftueshmëria, që do të thotë të jesh i kënaqur me ato që ta dha Allahu i madhruar. Pash të gjitha bindjet dhe nuk pash më të mirë se sa këshilla. Pash të gjitha ushqimet dhe nuk pash ushqim më të mirë se sa durimi. Pra i nderuari musliman, mos haro në ruajtjen e gjuhës, në devotshmëri, të jesh i kënaqur me ato që ta dha Allahu dhe të kuptosh vlerën e këshillës dhe durimit. Pra, këto ishin disa këshilla të vjeshme të Omerit radiallahu anhu.